Përshëndetje të nderuar shikues, sot jemi përsëri me emisionin Ftesë në Liberi, të radhë me shkrimtarin Vladimir Shqyti, i njohur jo vetëm për librat e tij, por edhe për publicistikën, një i përhershëm, nëse e quajmë në metaforë, i gazetave aktuale, qoftë online, qoftë dhe gazetave letër, që vazhdojnë dalin në Shqipëri. Zoti Vladimir, mirë se erdhët në Liberi. Jam i kënaqur që të kam sot në këtë emision, edhe që e pranuat ftesën time. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi që je këtu sot. Shoh që ke ardhur me gjithë librat e tu, me krijimtarinë tënde të bollshme. Unë duket janë dhe më shumë se ka libra të shkruar në ty. Dhe është një kënaqësi e vërtetë që të kem sot këtu. Ajo që doja të thoja është si ka fillu bërkrimtaria ose krijimtaria jote. Je goxha i mbushur me krijimtari dhe me histori për treguar. Si ka fillu krijimtaria jote? Krijimtaria ime ka filluar kyç në vitet 1972 në gazetën Adriatiku, që aty ishte me ndihmën e Bardhy Lagasit. Bardhy Lagasi ishte në atë kohë redaktor? Jo, Bardhy Lagasi ishte ke xhamia e vjetër. Ishte Pallati i Rinia. Ishte Pallati i Rinia. Ose po themi, ishte xhamia dhe ishte pallati pra. Si më thënë se ato u alternun nga 67-ta deri në 90-tën e kthyen Pallati i Rinia, ose u bë prapë xhamia. Aty Bardhy ishte sekretari i Rinis. Po themi edhe në sekretari i Rinis, po me postë shtetëror, sepse ishte sigurisht. Ishte drejtuesi i Pallatit të Rinia. Edhe tashti unë duke parë vetëm time që mund të arrija, i kërkova ndihmë. Fatikisht në atë kohë bëshin edhe kurse teatrale, artistike. Por kurset vazhdonin pak edhe mbeteshin. Jetë bare duke parë krijimtarinë time, më afroi, më majtë afër, madje mësova dhe më kemi shkrimit edhe. Për kohën ishte mosha 50 vjeç në ato. Jo, për kohën ishte diçka moderne, pra. Të shtypje në makinë shkrimi ishte një arritje. Edhe pastaj edhe me ndihmën e Hasanul Gjinit te gazeta Adriatiku. Hasani ka qenë kryeredaktor në atë kohë. Po, kryeredaktor. Edhe më driti pas shpirtit atë ku është, sepse ka qenë des pas. Ka qenë goxha mbështetës. Edhe ai më ndihmoi shumë duke botuar shumë pjesa ishin pjesë vjershe, poezie, të gjithmonë këmbë ndihmën e Bardhit. Ai mi korrektonte. Korrektonte Bardhin dhe i botonte Hasanit. Përshëndesim Bardhin, Agasin dhe nuk na mbetet gjë tjetër për Hasan Ulfinin, vetëm themi Ahmeti pas shpirtit i kuashtë. Edhe gjatë kësaj kohë nuk kam botuar shumë gjatë atyre kohëve, se isha edhe i ri, si isha aq i përgatitur për artin. Por më vonë, pastaj kalova në ushtri, aty në ushtri u lidha me gazetën Luftëtari. Po. Që edhe jam dha një si organet ushtarake, gazeta Luftëtari, revista Ylli, më ndihmoi Shërbim të Popullit. Po, ka qenë disa revista në disa. Unë vetëm ke Luftëtarit po doja, se aty isha edhe megjithëse edhe më dha një bibliotek, aty fillova edhe me lexu libra më të avancuar. Ishte përgjegjës i bibliotekës, bravo. Po, me që shkruaje, edhe, si më thënë, ishe më shumë njohje me libra e për libra. Po kjo ishte për mu diçka e madhe, pas e kohë. Megjithëse të gjitha të kontrolluar, çdo gjë e kontrolluar. Po nuk ta shikonte ose ta vërtetonte mirë komisari i brigadës, sekretari më mirë thënë, edhe
vetë ku vendos ai, atëherë unë do ta nisha artikullin në gazetë. Patjetër. Ishte si u vigilant I partisë në të lindë. Po sigurisht. Edhe pastaj më pas mos I ika, për shembull, shtreja u largova. Atëherë ishte fillon tash isha pak I rritur dhe e jetë atë më I pjegur. Përvoj, kishe edhe pak përvoj në shumë në shkrime. Jo, kishe edhe përvoj shkrimesh. Po, se pata shëtit shumë, në për kaqë, Kishe përvoj, nuk ishin shkrimet e para, Po, ishin shkrimet e para. Edhe, pas, duke parë edhe këto, fillova prapë të përvyrtet botimet. Megjithëse arsimi im nuk është një arsim I lartë. Unë kam marrë vetëm 2 mesme. Po nuk ka të bëj fare arsimi. Për shkruar ka lezu gigantët e... Për shkruar nuk arsimi është që ke një diplomë në xhep dhe të specifikon në një fushë caktuar, por nuk do të thotë gjë. Shumë shkrimtarë të mëdhenj kanë qenë autodidakt, siç je edhe ti, dhe nuk janë pak libra të ke shkruar. Madje unë shëmtyra ime jam me Jack Londonin. Po Jack London ka të tjerë se duhesh. Jo, po me shëmtyra, me që ai marinar, unë mashin streni. Po. Ndaj bëja gjithmonë krasime. Ka autodidakt sa të Ama duhesh. tregimet e Jack Londonit ka ndihmuar shumë. Edhe po ta shohësh sot, kur më thojnë to lidhjes shkrimtarëve të Durrësit, më thojnë Vladimir, ti je I mirë vetëm në tregime. Je tregimtar. Aty e gjen vetëm në mirë. Megjithatë, Është zhanri që të përshtatet në mirë. Se do bëhet tregime. Një shumë. Ky është tregime mbi Ekrollën. Janë të ngjarjet e gjithë ndodha të viteve 1990 në Ky nuk është libri jot I parë. Ky nuk është. Jo. Libri I parë është Kush është fajtori. Po, atë do flasim për atë, por si më thënë me që morën dorë të udhës hekur, ne edhe ndonjë emision më shumë do ta bëjmë, por normalisht kjo lokomotivë që është këtu, ta tregojmë edhe për shikuesit, është edhe mua më gjallë nostalgjisë më kujton babën, pas Rahmet, sepse baba është një nga themeluesit e Hekurullës, shqiptare, ka filluar punë 51-shin në Hekurull, deri kur dolin pension, tani e ka ndruar jetë, por deri kur dolin pension në Hekurull, drejti pas shkritet e ku është, po kjo është një lidhje e shkurtër e imja me ju, për ashtu lidhjes shkrime, dhe lidhja me Hekurull, sepse kemi një profesion me babën. Dhe kjo është faleminderit. Ky është një libër që flet vetëm për Hekurullin. Janë gjithë të tregime të shkurtra, tani ato tregime ka të bëjnë me mua shumë. Di pse? Sepse aty janë ngjarje të vështira. Ndaj e kanë ky titull mundimet. Shiko, unë mend nga baba, pas Rahmet, që edhe I tregonte shumë ngjarje, pra ju jeni si shoferët e kamionëve, ju jeni shoferë të rrugëve të hekurta, pra keni edhe ju ngjarje pa punë për tregu. Mund të tregosh pak. Goxha libër I mirë. Dhe kur masi kryeva edhe disa kushte pra tjera, po ke të pati, aty kanë kuj gjitha, të kish xhamia. Po? Aty je pasu njofta edhe me Bashkimoxhën, edhe me Shpën të Pollajn, kur u lidhën më sjera më shtëria. Po. U lidhën me këta dhe saj. Bashkimi më ka ndihmuar shumë vetëm tek romani Kush është fajtori. Që është mbas 90-s. Më thënë, tash jemi këtu, Ta bën fjalë se në mbas 90-s, sepse para 90-s ti ishe në Hekurull, hapësirat I kishte edhe më të vogla, për të shkruar. Sepse ishte kohë reduktuar, do punoje, unë e di nga baba, pra 12 orë, 12 orë ishte normalisht ajo puna, por shkonte edhe 14-15. Po shkonte edhe 24 ndonjëherë. Po, kur ngjeçim nga Shkodra. Po pikërisht, di e njoh profesion. Sepse kam pas makinistin në shtëpi. Po, sigurisht. Pra, libri I parë jot është Kush është fajtori, në ç'vit është botuar?
Shpisë nëse më të vësh? Vitin 2000. 2002. Libri parë dhe kuptohet edhe shi e veçantë, si fëmija parë. Po, si e veçantë. Sepse i dyti nuk është asnjëherë se si libri parë. Japin ato... Kush është fetori? Edhe ky në kopertinë, prap, po me figurë treni. I dashuruar me treni. Unë gjajet me shumë të raste aty ka marrë, por pastaj u shputa pak. Fillova si duke... Kush është fetori, unë e kam lexuar normalisht, po mund të thuash ti si krijues ku je bazuar, unë e kam lexuar dhe e di si ngjarje. Dhe më ka tërhequr. Atë ditë, me sa di është subjekt i vërtet, është motiv i vërtet. Sigurisht. Ka dhe krimet e mia, po. Pjesën artistike pastaj janë ato ngjyrat që jepet, por motivi është dhe histori i stru, për të në amerikanë, të histori është e vërtet. Atë ditë po thesha nga Shkodra. Edhe arritëm stacion, po hynim stacion Durrësit. Po. Pa pidur, një vajzë në hopë. Vajzë, në atë moment, nuk e kuptova që ishte vajzë apo djalë. Por, po ne frenum, le thime rapid, frenim me njerëshëm. Po. Vetëm poshtë me vrap, e ndihmu me nxorë nga shinat. Nga shinat, të deko, sigurisht. Ka kishte ndruje, normal, thjesht në shinat e trenit. U hodh me dashje. Po. U vetë vrasën. Fatikisht u preka shumë me ngjarje. Si ka mundësi? Po normal, shtypësh një pull edhe prekesh, jo nuk shtypësh një njëri. Një vajt, jo, u hodh vetë edhe këte isha pak i, nuk e di që ta them, fillova një... Po vritesh shpirtërisht. Mbeta i shushatur, si ka mundësi që i vajt e retë, se pas e kur e bëda poshtë e pashti që gjenia femrore. Thash, si ka mundësi që këtë jo trejt këtu, edhe ku? Duke hyrë stacion të Durrësit. Një arësi... Dhe që vit, bëhet fjallë nëse mba me në viti? Pa, ka qenë aty... Pas në vjetës? 2002. 2002. Nëse, një dhamë dimre parë, njëftu më bëlancat erë dhe iku. Kur? Tashtima, të nesme, unë të mesha shërimin për në Elbasan. Edhe? Falë. Jo. Isha për Tiranë me trenin e studentit. I mesditës, trenin e mesditës? Jo, në mjesit, në orën 6. E orës 6, që shkojmë studentët. Sepse e kam jetu dhe unë atë. është dhe mos idea. Po me kam jetu dhe unë atë kohë. Në vite është 14:30. Po, janë dy bile, afër, sepse tash kam udhëtuar unë me ato trenet. Edhe, ku hyp që ishte momenti që unë do merja në 30 minuta, do merja shërbimin. Shok, kolegu tim. Aty më vjen një grua, jo era me shumë mosh, mesatarisht, një gu mesatarisht jo, me mosh. Më thotë, ju ishit dje, këja ndodhia, që ajo a dite shumë jenë njërën, sepse e kështë pa dhe e kur kështë helë. Tha, ju bratë freneta, bravo, ju frenut, të rejnda, po. Ta shënë gjo. Ato më se më bëri për shtypje. Se ka fliste me një shikim, që vetëm në shkimtarë dhe e kuptoj. Kishtë një brejnë, mrejnë vetës. Tha shë, jo, ti të ke diqka që të më thuash. Pa, a mundesh të më thuash? Ku je nisë? Tha e pa Tiranë. Sot është në përqenë dhe apresu. Dhe shumë në vjetë me ty në Tiranë. E të më të gërë gjarën të unë. Po këtë diti se më di gjarën dhe. Unë të shumë të shohë. Që ti diqka? Di diqka fshë. Mirë të mu. Nuk është për bim biletës apo, se biletë e kam prerë apo. Me që të ngushë e kapëta, po, unë nuk ishë përkoha që janë shkrimtari këti, po, pa jo e kuptoj vetë. Mirë sa, do të them të dhe gjarë. Në gjarë, ajo më tërgoj mërë shkurtimisht. Pasta unë, gjatë ecjes, së shkrimit,
Shtova disa nga ana ime duke përshtat ngjarjes. Edhe aty pas e mësova që kjo ishte dashuar me vajnë vet nga baba. Si më thënë, Nga babai. Kjo vajza që u vetë vra, si më thënë, ishte dashuruar me vajnë vet, që kishin njëjtën babë. Njëtë babë. Por që nuk jetonin në një shtëpi. Së të vajzë, ishte pas një ngjarje të hyrur. Si më thënë, ishin me nënat ndryshme, po me babat një. Në kohën e kollezhit, kisha pas një ngjarje të hyrur me një sekretar të Komitetit Partisë të Durrësit. Dhe aty ishin, kjo aty ishte sekretare, ky pronte në një sektor të rëndësishëm për mirëmbajtjen e banesave, diçka tjetër ishte se si më mirë. Po çfarë si kasin, këto partia ishin ata, asnjë nuk bonte një punë të hajt sallomotistin aty, ndihnin vjen e partisë. Ishte i punësuar aty. Isha punësuar. Edhe tashti ishin dashur sigurisht. Normal, si të ri. Ose kam pa çka tjetër që jam mund të sa morë vesh. Pse? Se pita po nuk ma thamë pse. Do të thush që mund të qenë edhe, si më thënë, një dashuri e pastër, po themi, s'po shkojmë tek përdhunimi, po themi dashuri e kushzuar. E lejmë derisa e zonja nuk e ka treguar, janë sa gjëra që i mbeten atij që është lart. Zotit. Vetë ai mund ta di vërtet. Unë pastaj unë jashtë me asetimes, se u kuptua dhe sa dy gjëra janë. O ka shku vetë ose ka... Ne, nisa, që ishin qëka tjetër. I mbetet... Mu duhesh ngjarja. Ngjarja, por atë pjesën se themi të... Ja, nuk e di, atë se di. Dhe pavarësisht atë të kërkoj ndjes, pavarësisht i shpërthimit tim pak për pak, por normalisht ai komitet partie nuk prodhonte asgjë përveç se i nxinte jetën gjithë pjesës tjetër që punonin, duke do të unë drejtorëve, inxhinierëve, punëtorëve vetëm me direktiva. Po, ndjesë një herë. Jo, të lutem. Edhe kur mora diçka të mirë, më fjalë për mua, mirë, po për atë shumë e hidhur, ngjarja, fillova të holla letër. Po nuk e di, ndonjëherë mendosha ta jap apo mos ta jap. Derisa ka qenë ngjarje Unë mundova më shumë për jep për titull. Më djetë titull, një aty rrugës, të kalu, unë të kalu për shku në punë, njëri duke ardhë, tha, hajde, ju kur si gjeni fajtori, tha. E gjeta titull. E gjeta titull. Kisha 3-4 tituj, po vendosa pastaj. Gura, po themi popullore, se më thënë, po edhe zgjuarësia, inteligjenca e popullit. Në popull kemi rajet. Jep ca shkëndije kështu në fakt. Unë ka marrë shumë, sidomos i tek tregimet, unë më shumë i ka marrë nga njerëzit, po, me jetë të thjeshtë. Populli ka shumë për të. Pra kjo ishte kush është fajtori. Ngjarja e kësaj fatkeqes që pat dashje në sënë e imponuar nga koha e nuk jetoj me vllajin, nuk e njihte vllajin, u dashuru me atë dhe përfundimi shumë i keq. Ndoshta nuk duhet të shkonte drejt tek vrasja, por kemi drejt të gjykojmë. Para më populli në atë kohë ishte pak i shumë patriarkale, mentalitet më konservator, por nuk kemi drejt të gjykojmë, nuk gjykojmë dot. Nuk jemi ne ata që gjykojmë, ne thjesht flasim gjykimin, thashë ka ai atje lart, nuk jemi në kushtet që mund gjykojmë. Gjithë ne jemi të vdekshëm dhe mëkatarë, se gjuna fjalë në mënyrë se tjetër. Pra kjo ishte libri kush është fajtori. Pastaj më pas, kush libri vjen? Më pas mu thash, do bëj libra për fëmijë, sepse më pëlqen gjithmonë librat për fëmijë ishin më të kapur nga fëmijët, se në atë kohë lexonin fëmijët.
Jo, Se s'kishin dalë telefonat akoma. S'kishin asgjë. S'kishin dalë telefonat, Edhe s'kishin ja dalë TikTok. Edhe ja impononte edhe koha. Ti ishte se koha. Edhe do t'i pa dashur gjej një fëmijë që kishte mani mend që u dojë i situacioni i fëmijëve në Durrës. Jo në Durrës, në Tiranë. Se në Durrës u dojë një herë, po të diçka më. Jetimores, pas aty po. Kjo shtëpia e fëmijës edhe Durrësit në ato vite është po që kjo është në Tiranë. Ky djali vinte nga Tirana. Po. Madje nuk shkota më atje. Kush është libri nëse më fal? Po, ndërpres është Kikja. Kikja. Po. Kikja ka pseudonimi, se emri ka Emiliano. Po. Po të gjithë e njihshin me Kikja. Edhe ky është Kikja. Në atë kohë, kur unë te kam njoft, po, te Kikja, është orrit tash, edhe nuk e se kam pa më. Po tash Kikja do të jetë burr. Po, sigurisht. Ka qenë te hyja e ka las nga një cigaria e Durrësit, ke hyrja e Durrësit. Ku del ke Mediterani? Apo jo, sa kalon një cigarë që përballon është deri ke hyrja. Po, që hyrë pasi për Durrës. Për Durrës. Po, ke rruga që. Që pastaj kthen ke xhamia vogël e vazhdon të rralla, shumë mirë. Ja do sa ke një. Edhe pastaj vjen ai klubi i motorëve. Po, sigurisht. Edhe aty ishte koha e 97-s luftë. Grupet sancioniste që ishin të burë shumë, që poshin gjera kodi, jo se ata kishin grup një tjetrin. Për nuk e di pse shkeshin armët në hava, zhurmë e madhe armët në qytet. Kurse atë ditë që unë kaloj aty, këte fëmijë e gjej tek një gjysmë i vdekur. Këto fëmijë? Ishte me shtet të... Të kishin dhënuar? Jo. Apo ishte dhe? Jo, ke një kufon tjetër. E gjenë të fëmijën? E gjenë të fëmijën. Po jo, e gjej po... I më vrape e gjenë, po... E ka bonë të qeke... është një vdekur, tha. Ku është? Ishte, që të them unë, ke amiteatri... Sipër amiteatrit, garte ke shkallët, kalëm shkallët, e përsi për plasë është ke muri kalas. Diku aty ishte ky. Se, si me plumë qarë, e kështë për gasë. Aty ku rinë ky që presin biletër, është një gabinë vogël. Po, diku, aty ishte një shtetur, rënkante. E ishte gjallë akoma? Gjallë akoma. Nëse unë njoftoha abonanta e mori, nuk e di pasaj si vjoj gjarja. Edhe aty e unë e tapete, i thash, për që unë ajto se parti ishë shumë i tremur. E mora ke lokal shumë dërase, lokal portativ që ishte maskadas, që shkon për rrugën për ke kisha jonë, kisha ortodoxe. Aty ishë një lokal shumë. Rruga Vilës, po të. I thash, i gotuj, i mora një qaj kamomil, dhe e pysë. Nga vjen të rrgjarë, ku kishë pi që të qojëm në shtëpi, nuk kanë shpi unë. Nga vjen ati janë, po nga vjen nga shpia e jetimores. Nga shpia e jetimore. Po, si kemi, më thrasin Kika, tha. Pa jemi me shumë të 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 Emiliano, bjemi së më pujtojtë shumë. Ta është një pjesën, që i qënë dhe shumë. Tjë shumë ku e keni vend me pëndete për jo. Dhe që më thonë drejtë. Edhe më së mund ishe do t'i ndim, jo. Edhe kështë të armëve në atë kohë ishin ajtë shpeshta, sa nga jerë... E kam jetuar edhe unë atë kohë. Po, ju e kemi jetu? Jo, unë e kam jetuar duke qenë në polici. Më keqë. Unë e kam jetuar në polici. Po dhe që më keqë edhe. Nese, i thashaja, nese ma qoha atje që si shtash ke lokali në rasës, se shumë i thush nëse në lokali në rasës.
hajtë përgoj ati e shumë dagji tjerë, qarë, si ke problemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, më përgoj shumë ishte, i ka nga tu, dhe u dojja tjeta, ati u bota rëmuj, dhe unë e 6 pipe 3 dhe provdova ndorës. Nuk të ishë në Tiranë, që vinte në gjesë e ikte në darkë. E të shmendon dhe se shto gjo atje ishte djekur, jeton të Ndurës. Rrugëve, po jeton të Ndurës. Ja, ku e zeta nata. Ke një finte, po si ta ndimoja. Unë ishe në atë kohë ishe në shpi veti 11. Se kisha vaj pa mërtua e motrat e s'kisha mërtua asnjë. Plus gruaja edhe i mbjell. Vishim shumë. Ta qërëm të blida më gëzhinë, ti të nëvrejnë atë ka. Ti që ti edhe 20 vetë ishe dy gëzhinë. S'kishte më shumë. Ishe më madhe, ja. 3 gëzhinë i nëshe vetë në ato që ishim qik kësti. 3 gëzhinë. Sa vrau bëshim. Blida më gëzhinë, ti të nëvrejnë atë ka. Ti që ti edhe 20 vetë ishe dy gëzhinë. S'kishte më shumë. Ishe më madhe, ja. 3 gëzhinë i nëshe vetë në ato që ishim qik kësti. 3 gëzhinë. Sa vrau bëshim. 3 gëzhinë boshin rrallë, ose të bashkonin 2 hyre. Bashkonin 2 hyre, më shumë merrte në emër i dëgjuar dhe i drejtor për ta komitetin për të dëgjuar. Ato që kishin ato shqiptarët e ose që kishin për lekë krijtarie, merrte një dhaume. Ma djemi tërë dhe gollë një vit e kim që kishin ke vita shqiptarëve, njëzeta. Tha, ma dha, ta një kuvli. A një kuvli e që shute? Po, të vogël. Një kafas. A valë një kuvli dha, ta moda për shkujtar ato gjerët e mija. Po për ta që si lekë nga jepë, për shkrimtar, për artist. Ashtu ishte po. Mjëdhët e mjë, a i në gjerën nga tërgoj. Pasën, po, kishe bëgjoj e gjarë. Po si s'kishtë a i? Gjarë është komplet dorës. A i ishte që ditë të rrugës, a i vetëm gjarë për e tonë. Men kishte shku edhe gomët e fabrika ishtë më, jo ishtë po, dhe shi ishtë në shia, ishtë më rarës. Ishtë më rarës. Jo, se ka qenë 2 më rarës në dorës. Ajo, të zruteja, ma ta në dyqanit dyllit, kur sot është të uta. Sot është të uta. Kompania të uta e familjes dhe bëmetu. Aty të rëndë. Edhe, këtë është për mirë. Që është për të më tine? Po, ato dhe qënë të që bon një ditë të ta. Erën ta ke një qani ta. Ne morën gjitha ta. Edhe ato për në ata i kërkoshin të shkita e sabin, se kishin i dhajnë dhe për dhomjelit. Ato vjenë sa kishin sjetë. Edhe unë thamë me këtë isha në gjitha. Jashtë punë dollën gjitha. Makinera. Po kjo është libër për përkitjen. Po për këtë. Është për këtë. Në kënë, jo, unë që qeti kapën gjitha rrë, por... Pa tjetër dhe i kapën, për në dhe të Jo, kapën për në to, do të kapën tjë zhanëre. Bile mu fëmirë për përkjema shumë, por do t'i unë ndoshë në zhanë, nuk banë do fëmirë. Po te ma kam përqyte. Të prato, është libër... Te ma kam përqyte gjitha, është libër... Libër të legjurë. Unë ka botu me këtë 80. Janë të shqipë 80. E kjo ka gjelën që kam në bibliotekë sot. Me kam hua tje, po s'kam. Mund t'i bësh një botim. Dhe bëjmë në të. Dëshirë kisha këte për të bërë ripotim e gjikantës. Po ja do flasim në karte. Pra kjo është kikja. Pastaj mas kikjes, kush vjen? Mos kikja, pasi më vjen kur telefon dashuria. Dhe kjo është një roman. Mos më thuj për tje dhe kjo me kopertin me tren, ja s'qenë. Ja, është pa tren. Për çfarë flet ky libër? Në të roman e ka marrë ku punoj taksi. Sa ti punoj taksi, po. Pra nuk ju ndave drejtimit të trenave, makinave. Jo, asnjëherë. Po jo, duke Person mos kesh, po në avion mos kesh për Jo, duke parë që paka ishte ullet e kërru, e kërru ka pas pakën gjithë, po në të ullet për gjithë.
Tani mas 90. Jo, atë Po, mas 90. Atëri që kampion? Pikërisht pas së parë në 90-s me babën, ishte ke rrogat më të larta, 8700 metër të mimësi. ishin ke rrogat më të larta, me baba merrte pas Rahmet rrogë si një drejtor. Po, jo. Edhe lodheshit, Ja, Vasil Petani ishte drejtori jo. i nderuari Vasil Petani, Dhe s'pas edhe një duke se ka. mik i babës, sepse edhe punon me vend parësisht ishte drejtor, mik i Ka babës, qenë ytat në ato? po, Këtë Vasili? po, ka qenë mashinist. Edhe kanë qenë shumë miq. Vasili vinte tek shtëpia jon shumë herë dhe Në moment numër i lokomotivës? ja nuk jam më. Po di që Vasili vinte shpesh tek shtëpia jon Ashtu. dhe unë edhe sot e kësaj dite me çunat e Vasilit jemi miq, sidomos me Tanin, ne përshëndesim. Do të merret dhe si reklam të duash. Përshëndesim Tan Petanin e Villa Mares, shok mik në Breza. Pra, Unë jam rrit me Vasilin, me Jorgjin Vajn, edhe Palushi ka tek herë. Palushi ka vdekur. Më vjen shumë keq. Por Vasili ishte mik me babën, ishte shumë mik. Edhe kemi rrit tash ato nuk janë. Vasili ka qenë në vitet 86. Ishte mik me babën. Baba ndoshta edhe respektonte sepse baba ishte ke themeluesi se punë dhe po dilte në pension avash, domethënë ishte shumë mik dhe vinte dhe unë nga ai kam rrit lidhje me familjen Petani dhe tani me Tanin shumë. Unë jam rrit me Palushin tjetër pas. Edhe me Jorit se është. Po kaq Kurse Vasili kishte çik karo, ishte rritë tek do po kaq shiko dursi kryen ka qenë ne paka shumë njëshim, nuk është që ishte po themi me miliona banor. Ja. Po njifim gjithë. Njëshim. Në atë kohë 6 lagje ishin. Po 3 rrugë të kaloj. Unë kam qenë 6, so kam një konfime në sekretari. Mund të 6 këtu. Për shembull, valjat, edhe mirë. Edhe sot e kësaj dite pra Liberia është lagje 6, pavarësisht që shtimi është pak më ndej, por pra Liberia i bie është afër kopshit Sotrinoka, kurse shtëpia është mes shkollës Krystian Boshnjaku dhe shkollës Krystian Boshnjaku në shtatë nëndori në atë kohë, tani Eftali Koçi dhe Nën Tereza ose Dy Gjelat. Dy Gjelat i nga shpikë dhe Marcovë. Po i kanë shpikë, në shënë si ka njerëzit, Dy Gjelat bile i ka si më thënë, i ka gdhendur dhe i ka bërë... Sa aty ka qenë një shatërvan. Fred Kelly. Sa aty ka bërë shkollë. Po, aty ka bërë, zonja ime ka bërë bashkëshortja ime, në Moza. Unë e kam bërë tek Kristaq Boshnjaku e së kohë, tani Eftali Koçi, që ishte përballë me shtëpinë time, se njifte baba Sefer Baraktarin, drejtorin e shkollës, Paçin Rahmet aty dhe e bërë aty. Se në fakt në takonte edhe mu këtu ke Dy Gjelat e Stoqëm, pra ke Nën Tereza ose shtatë nëndori e se kohë. Pra jemi te kur të në fond dashuria. Ta shikte rastësisht, që gjithmonë të njaj me në rastësisht me endo. Gjatë bisedës, mirë o kajtë, përse ne mashinistët më kishim tjerë, kur leshim punë e prishin një tjetërin kur vishëm. Një nga Shkodra, tjetëri nga Vlora, tjetëri nga Pogadeci, në atë kohë vija nga Pogadeci, boja Pogadeci në atë kohë. Ose, fjallë, goni kujqë se... Goni kujqë se, në ishtë dhe mamë shkojë. Nuk ishë bërë, po, në bërë kujqë. Afër Pogadeci. Edhe kur bashkojnë bashkë gjithë, ishë ullë rrë Taulinës. Tha njëni, tha, ore tha, si tha, i zonë tha filonit, tha një emëre. Po. Pse, si këmë të, se ne i kini dhe bikë, Po. për gjerë buka, ja që, gjerë shu kishë plate, a shu bëllëgja kishë së dush. Tha, si e shkoj, tha, në Torino, tha, soli matën tha Shqipëri, tha, edhe kishë marrë me vete, tha, edhe 6 prostituta me vete. I ka si janë tha Shqipëri. Shqipjarje. Vajza që atë ishin detyruar të bënin futeshin ka vetë konstitucionin. Kishte kalu ke 2005, Dhe ky kishte kthyer në Shqipëri, sepse kishte marrë dhe motorove. Kishte marrë motorove. Edhe atë tregoi gjallë, ai ashtu hop aty jo aty sa se nuk ditë me tregu për.
Nga herë dhe e bëshin kështu ato dhe shakara, po të teprume shakarat. Mirë dhe unë isha serios. Unë po ti tha, qatë ke ti dhe mos ke dhe ti dhe njemi dhe që dhe po 5 vit. Ja, unë s'ka mirë, se unë kolega më shpirësh. S'ka më dhe morës. Moto dhe shëri ka mërtu, që mërtu atë ka për të një kështë njëri. A ishe shkollë lartë. Si, pa mine që thonë njëra, e të gojë, e të gojë vetë me në vetë. Përsa më të fotë avë dhe njëre. Dhe fjarë, ky rastësisht e takon në Potramane, në plazhin e Potramanës, e takon një nga këto prostituta e këthyra, edhe... Këto vajzat ishin qenë nuk mund t'i quajmë dot me atë emër, është një më i rëndë, ato janë vajzat detyruara, shkojnë me atë rrugë, askush nuk të donë të është. Takon një nga ato vajzat. Ne mund t'japim vezira sa dush. Takon një nga ato vajzat. S'japim dot lehtësinë e ngjarjes se takon një nga këto vajzat që ishin detyruar. Po, ishin detyruar të futeshin nga vetë. Të emigrante në Itali. Pa të kështu më mirë. Edhe gjatë bisedës, kjo përmen një emër. Po këtit ishin këtit mikut. Po. I dojq. Nëse ka shumë bjemin e ata i vajzat. Po, zhjite gjojë. Se ishte vlej vetë të. Edhe i taksi ishte. Aty në taksi e njofti këtë. Taksi, po jo taksi me licencë, pa licencë. Po, to, që përmene në zezë. Po, taksi me zezë. Edhe unë, sigurisht, shumë më përmujshëm. Shumë e të regove si njari. Tani mas këtit kush libër tjetër e? Tash unë kam bërru dhe Gjigantët. Jo, falni, dosha për thonë për lantarin Pekës. Ky është një roman që unë nuk dua ta zime këtë fare, ma mirë. Sa e... është këto romane dhe që Shqipi nuk të qëtë fare. Është thriller. Pra, shiko, lantari vdekjes. Shiko, e di për sa të vërtetë se ki guxuar prekësh edhe zhanre, shumë zhanre. Pra, zhanre që këtu nuk lëvrohen, nuk lexohen, pra ti i ke prekur. Dhe ky është lantari vdekjes. Pra, është një roman thriller që ti ke guxuar dhe ke bërë. Që është marrë në gjinë e lancës. Këtë ose mirë, ky është një libër, jo shumë, zhanër jo shumë i kërkuar këtu, me pak fjalë, për çfarë bën fjalë ky libër? Po fjalë për një vajzë që ishte mbytur në gjinën e lancit, edhe thojnë vedanat që doli si fantazë, edhe kjo është mes legendës, mitit, pra mite, legenda, del misteri, janë gjitha. Nuk dua ta... Janë ngordhënat popullit edhe me që ti ke kthyer në libër. Okej. Ky pak është lantari vdekjes, është goxha roman, ai që ka dëshirë, paka shumë memorie dashit. Që është për shkak të kam një poem që nuk është në sinonim me Dodar Gollin, po jemi kundërshtar të Dodar Gollit. Për arsye pse? Poema. Hallemadhe ime shekullore. Sa ai qunë në Shqipëri. Po. Shqipëria me hallë gjithmonë nga që nuk ditë këtë pasur në periudhë kështu të ndritur. Është më sa vërtet. Shqipëria me plusët dhe minusët e veta. Edhe këtu, unë, nëse Dodar Golli e bonte poemën e vetë të gabdishme, por dhe këtë nuk është parë të i farë. Ja të përshon. Sepse unë të bëjë realitetin. Realitetin e sosim. Kurse drituj, të bëjë realitetin e komunizmit. Përse më nga shko, po lezoj një pjesë e dhe dhe të mos të ndëroj me dhe me hënë. E duan nënën siren të blerë, që madhështia e saj, brenga të halve njerëzve të aheq, dhe të qëndroj si engjë, mbi supet e lodrat e njerëzve. I dua magjimet e bardha, kaltërsin e pafund,
kur pranvera jeton në përjetësi dhe njerëzimi gëzon të ëndrën liri. Dhe vazhdon, e di janë frazat të vakta, udhëheqin maskaren. Nuk kujdisin fjalën në veprimin, ka përthejnë masën e natyrës dhe i largohen qëllimin. Pra ideja është ti ma të shpirtin e poetit, ma të shpirtin e madhe dhe kërkon një Shqipëri më të mirë, kërkon një politikë më të mirë. Po, kjo është politika. Pra kjo është hallemadhja ime shekullore, poema. Kaltërsinë e pafund, kur pranvera jeton në përjetësi dhe njerëzimi gëzon të ëndrën liri. Dhe vazhdon, e di janë frazat të vakta, udhëheqin maskaren. Nuk kujdisin fjalën në veprimin, ka përthejnë masën e natyrës dhe i largohen qëllimin. Pra ideja është ti ma të shpirtin e poetit, ma të shpirtin e madhe dhe kërkon një Shqipëri më të mirë, kërkon një politikë më të mirë. Po, kjo është politika. Pra kjo është hallemadhja ime shekullore, poema. Libri tjetër, të kemi Gigantët, që është në njëtë Gigantët. Gigantët është libri fundit e jote. Është morë vetë nga këngët e Krishnikëve. Unë të thash edhe tek libri Lajmtari i Vdekjes. Unë të thash si kompliment, si vlerësim, që ke guxuar dhe ke prekur shumë zhanre, që tjerët nuk kanë guxuar, nuk s'kan pasur mundësi, e din ata, por ti i ke prekur dhe ke prekur shumë zhanre. Pra, letërsim për fëmijë, ke prekur thrillerin, ke prekur poemën, ke prekur romanin, tregimet. Tani jemi tek Gigantët, unë e di pak a shumë. Këtu është epos jam. Siç eposi siç kanë gjermanët, Nibelungen. Këtu juve zotëri janë të gjithë këngët, por jo të gjitha. Me po të gjitha dhe unë do të shkuja... Jo, nuk i bëndë të gjitha. 3.000-5.000 vargje dhe saj, 5.000 rishta, por këtu janë këngët që ndër të këngë, unë kam fut dhe këtë perindime. Pa tjetër, dhe unë të njësa të them, po për edukat, për kortezi, ndalova për këllove të kretë, fisni, ideja është se këtu, të ky epos, ju e keni bërë më të prekshëm në ta, po them muin, Halilin, i keni bërë më të prekshëm, më njerëzor për njerëzit, i ke ullë më realist, nuk janë më atje mes mitit, mes legendës, gërdarmës, eposit, të shjenë më njerëzor të këto tërgjimet ku ke fut dhe pjesën të ndë artistike. Dhe për te ka shkruar edhe një rezistencë të bukur, Shpran të Bëllaj, që e bon aje boni shumë të vërtet fare, sa unë habita. Tha, kjo është e vërtet për më. Të mos mëtoj greko dhe se ka legjenda më të bukur sa tonë. Pikrish, unë të njësat kjo është e jona, edhe kjo duhet shkojta se zbonta në përgjënësit e shkollave. Unë të njësat të them, sepse Gjermanët kanë Nibelungen, francezët kanë këmbët e Rolandit, spanjollët kanë Sidin, këmbët e Sidit, ne kemi eposin e Krishnikëve. Greqia s'ka epos. Greqia nuk ka epos. Vetëm zotat. Po, zotat edhe zotat i ka dvjedhur se janë pëllas, janë i lirë. Nuk as zota edhe zotat janë tonët, po si çdo gjë, ata kështu kemi, ndoshta fatkeqësisht fëmijët e tonë kështu na kanë qelluar. Si në veri si nuk, për të vjedhur legjendat, mitet, epos, për të na vjedhur gjithçka mundën, nga tokat deri tek eposi e tek zota, është e vërtet. Pra, ky është libri jo Gigantët. Edhe, po, këtu unë mund të shkoja edhe 3 libri. 8 për këtë jo. Pra më mundova të përmbledh, e mënyrën që të letoshin edhe 3, edhe ne vjetë s'kena më utilizoj, se ne e dim gjarë gjithë tu. Aty nuk ka gjarë të pa ditura, aty janë të ditura, por mënyra, të e thotë dhe Shpran të Bëllaj, mënyra që ti e kënë gjerë, pikërisht tonë të thash, i ka ullë me këmë tokë, i ka ullë të bërë njerëzor. Nuk më gjanë fare, thotë e ishtë kur është
eposi ky. Më duket se një ngjarje e ndodhur në Shqipëri. I ke bërë më njerëzor. Në ato vite. Po. Kjo është, i bërë më njerëzor, Muin, Halilin, janë ato dy qetat e famshme, doli... Respekti që kishte Turqia, ose stat, edhe sultani i madh, i ka respektu kur i shku për... Ai në fakt, vetë i koj, edhe i thjeri, edhe si priti pasaj i priti me ndërime ai shumë, sa ishin kundërshtar, edhe e priti kundërshtarin që Turqit me njohin, se si janë. Por, ka qenë, edhe këtu më themi që Turqia është lidhë me Shqipërinë, po ta themi këtu. Nga këtyre Turqia... Largë, është shumë largë. Shiko, largë është po. Po dhe Turqit vetë, sepse jemi këtu për krimtarin tënde dhe për të folur ndoshta për historinë, po dhe Turqit vetë nuk kanë epos, nuk kanë histori. Historia atyre fillon me çadrat e Kaive dhe Selgjukëve, pra Me te fillon. Ardhacakët, e Sulemanit e Tertandurit, pavarësisht si bëjnë. Ata të mamashëm, ata nuk kanë, për ta historia është e kote, historia e parë për mua është më mirë e Osmanit, po më gjë dhe Sash pra Sulemani, unë përmenda Sulemanin, pastaj ato gruri që nuk ka varë dhe këto i bëjnë një historia, dhe Osmani është themelusi, është... Fali se mos ta rojen. Po ta marrin nga janë, Mos përmend tash një frashë dhe sa milione nga 30 frashë. Ku për në Turqi? Po, në Turqi. Po Turqia është e bërë nga njerëz të ditur të vendeve që ata kishin kushtuar. Të mos harrojmë se atje më shumë ka vepru shqiptarët. Jo në shqiptarët, nga gjithë tokat e kushtuara. Sa ta meshin nga gjithë anët. Pikërisht unë të them njerëz të ditur që i duheshin i ka marrë. Pra, po ishin të rrinë të gjigantët. Ato i tamë ndoshta edhe pak për të treguar epërsinë e racës tonë, ka shi atyre. Pa e ofenduar, por jemi më të vjetër, jemi shumë vendim, është problemi që jemi shumë të vjetër, në gjuhë, në epos, në histori, në të gjitha. Jemi më të vjetër. Ata në 1400-ën, në shekullin 15 erdhën pushtuan Stambollin, pra ish Konstantinopolin. Po gjithë mirë ka pas Turqia, që fen krishtere nuk e përshpëre asnjëherë. Për te kishte të mirë i dashur Vladimir, por kishte edhe të keqen e madhe që me ferman veçantë ndalonte gjuhën shqipe. Ja, ashtu pas. Me ferman veçantë ndalonte gjuhën shqipe. Normalin dim kjo. Jo, po mos të rrim asaj jemi të romanit. Jemi të romanit të gigantit. Pa flasim për eposin e Kashnikëve, Muji, Halili, Ajkuna, Omeri, përmendën këtu besoj. Po sigurisht. Dizdaraga, Zukubajrkar. Me gojë, po aty ka dhe tjerë që nuk janë fare kështu. Janë aty, po kanë qenë të kalim, të kalim. Edhe pa thënë, pse? Se ato mund kanë ndihmuar në krimin. Po patjetër. Ndaj nuk kam kapë. Po menda këto kryesorët se Zukubajrkari ka historinë më të bukur. Po që Zukubajrkari është një nga komandantët e qetës tjetër, për shoku i ngushtë i Halilit dhe zëvendësit Dizdaraga. Po, edhe që i pari që i përshtat njërës për bestidhje, që bën kundra jo të kontrë, kundra të gjithëve. Edhe kundra slavëve. Slavëve, venediksave. Po më shumë lufta këta me slavët i kanë bërë, që 12 slave në Ballkan, eposi është i shtrirë në kohë, dhe thash është do shumë guxim të hysh të eposi, se shumë i shtrirë në kohë, me ato ngjarjet famshme me Paj Harambashe, me marrjen e princeshës, po slave deri në Kotor, po, që vim. Pra ky është libri jonë. Në libër tjetër, kene do? Po, kam një roman që e kam mbaruar ka 4 vite, po ju theva prap edhe një herë për të riparë. Si titullohet? Gruaja Batiso. Me pak fjalë, për se ta mbyllim
Në pa fjallë ishte mirë të botonte njëherë, po me gjithë. Okej, Jo, unë po e kujtoj se që është. Ngjarja këtu bëhet vetëm, ngjarja tregohet në gjyq. Kjo gruaja që u arrestu, gruaja e Praktisës, po unë tash po unë emërtoj kështu, pa emër njëherë, se emrin do ta them kur ta votoj. Edhe kjo të gjithë ngjarjen e hodhi mas një viti. Ka ndetë një vit në burgun e Librazhdit, e nuk e treguante ngjarjen. Dhe thoshin, po pse e vrave? Ti nuk e vrasë. Ne të shohim ty që se vrasë. E tu se dhe fund fare i vjen vajza vet. Po ngjarja është. Ka treguar. Okej, atë I vjen vajza vet, avokate. Kësa përsa ja tregon ngjarjen. Edhe zhvillohet romani. Okej, atëherë me që ti nuk Po nuk dua që ta me që ti nuk të shiro. Atëherë e lëm për një bisedë dytë kur romani dali, të vish dhe të flasim ndoshta vetëm për atë roman, sepse ke shpaflet, atë shumë që ka një ngjarje goxha intriguese. Unë falenderoj për bisedën. Faleminderit juve. Është kënaqësi që u kisha këtu dhe thash kemi lënë një portë të hapur për të ardhur përsëri për të folur për romanin Gruaja e Praktisur. Edhe shpresoj që shpejti të jesh këtu. Nderuar shikues, ky është edhe takimi sot në librari me shkrimtarin Vladimir Shyti për krijimtarinë e tij në vite. Shpresoj të përsëri ta kemi në studio me romanin e tij Gruaja e Praktisur. Unë falenderoj edhe juve për vëmendjen dhe mirupafshim në takime të tjera me ftesa të tjera këtu në librarinë time. Mirupafshim edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.